Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit korik për shenjën e Demit. Tema java e parë e korikut do t'jetë një javë plot energji pozitive, do t'jetë një javë e mbar, do t'jetë një javë e favorshme. Kjo do t'jetë një javë ku fokusi është tek dashuria, tek romanca. Për ata dema që janë single, kjo është periudha më e mirë për të dalë në një takim, për të flirtuar, për të pasur një njohje, sepse gjasat që të gjeni dashurinë e vërtetë, atë person që përshtatet shumë mirë me ju dhe të ndjeni të barabartë, të ndjeni që keni gjetur vërtet një person që është në të njëjtin nivel si ju, janë shumë të larta në këtë periudhë dhe shumë dema e shikoj dhe të dashuruar, sidomos demat që kanë kaluar vështirësi të mëdha. Demat që kanë kaluar një ndarje, një divorc në këto 7 vitet e fundit, demat që mund të kenë pasur një marrëdhënie të gjatë, një bashkëtesë dhe janë ndarë, demat që kanë pasur disa njohje që nuk kanë funksionuar, por edhe demat që janë në një marrëdhënie dashurie, që i ka rezistuar këtyre 7 viteve, por ndoshta mund të keni pasur kriza me njëri tjetrin, debate, diskutime. Më në fund do të çliroheni nga kjo energji, sepse keni pasur Uranin, planeti që lidhet me energjinë e divorcit, planeti që lidhet me energjinë e rebelimit, ndryshimeve të papritura, krizave, ka qenë në shenjën tuaj në Dem për 7 vite, prandaj e them këtë. Del me datë 7 korik, del nga shenja juaj, nga Demi, dhe qëndron në çdo shenjë qëndron 7 vite, kështu që nuk do të bjerë radha të vi më në shenjën tuaj në Dem për gjatë jetës tuaj, kështu që mos u shqetësoni më për këtë energji, nëse 7 vitet e shkuara kanë qenë shumë të vështira. Do ta kaloni dhe tani u shikoj më të lidhur në çift me njëri tjetrin, duke bërë njëri tjetrin prioritet, duke shpenzuar më shumë kohë bashkë, duke i falur më shumë dashuri njëri tjetrit. Po kjo është edhe një javë shumë e mirë, shoh në lidhje me vendimet që ju keni marrë në jetë, dhe ma jeni në një fazë pozitive ku merrni rezultate për gjithë punën, sakrificat tuaj, i shikoni rezultatet e pozitive, rezultatet e mbara dhe jeni mjaft të kënaqur, ndjeni në harmoni, ndjeni të qetë, ndjeni të plotësuar. Java e dytë pastaj do të jetë një javë shumë interesante, sepse shikoj diçka të re, diçka të papritur, një mundësi që do të jetë shumë e mirë për ju, një mundësi që ju bën thirrje edhe të rrezikoni pak, të dilni nga zona juaj e komfortit. Është një gjë e veçantë, është një gjë që ju e pëlqeni, është një gjë që ju e keni me interes, ndoshta mund ta keni edhe si ëndër, mund të jetë diçka që e keni menduar, thua ta bëj, po tani që do të ndodh, që do të vi si mundësi, ju shoh edhe pak të trembur, dema. Pak të trembur sepse për ju një ndryshim i madh është i frikshëm. Është pak sfidues, po mirë ja e bëra këtë gjë, po kjo tjetra, doni t'i keni të gjitha pikpyetjet të qarta përpara se të merrni një vendim, një iniciativë. Shikoj një lloj hezitimi, një lloj ndrojtje, mund të jetë në lidhje me punën për disa prej jush, mund të jetë diçka që ka të bëjë me një dëshirë personale tuajën, mund të jetë një gjë që ju ofron dikush, thot hajde do shkoj me pushime diku, ka mundësi e paguaj unë pushime vetëm ti hajde, mund të jetë një gjë e thjeshtë në përditshmëri, që ndoshta ti e ke pak dyshon, e ke pak me frikë, mund të jetë një gjë më e madhe për disa dema. Po shoh në javën e tretë që do të bëni pak llogarit me veten tuaj, ja vlen të shkoj, nuk ja vlen, keni krijuar një lloj stabiliteti, keni krijuar një lloj rutine dhe kjo është një nga sfidat më të mëdha që kanë demat, të dalin nga zona e tyre e komfortit, nga reatia që krijojnë. Ju zakonisht keni një sy për të bukurën, për të rehatshme, për komoden, edhe momentin që e rregulloni banesën tuaj, shtëpinë, e bëni shumë të rehatshme, stabilizoheni nga ana e punës, jeni mirë, ju nuk doni të ndryshoni asgjë, deri në pikën që disa dema nuk duan të ndryshojnë as lagjen ku jetojnë, as qytetin, as punën, asgjë, domethënë doni atë
rutinën, rregullin, stabilitetin tuaj. Po kjo është një gjë e mirë, kjo është një gjë shumë e mirë. Tarot më thon qartë që fati po ta sjell këtë mundësi, kështu që mos e humb nga frika se po ndoshta nuk po nxitohen, po ndoshta s'është momenti i dur, mos u tremb. Po vjen një lloj shpërblimi për ty, për gjithë atë sakrificë, për gjithë atë durim që ti ke pasur me Uranin për 7 vite, që Urani është një energji e vështirë për demat, sepse është një energji që ty të shkund, është një energji që ty nuk të lë rahat në qetësinë tënde, të sjell të papritura, të sjell sfida, të sjell ndryshime. Dhe mendojeni këtë si një dhuratë, këtë mundësi të mirë që do vi për ju, këtë oportunitet, këtë favor. Mendojeni si shpërblimi nga Zoti, nga universi, e di çfarë dem ti ke duruar shumë, ke sakrifikuar shumë, ti e meriton këtë gjë. Ti e meriton këtë bekim, ti e meriton këtë të mirë, ti e meriton këtë mbarësi. Prandaj mos ki frikë, mos hezito, ki besim që çdo gjë po ndodh në momentin e duhur, në kohën e duhur. Bëj llogarit me veten tënde, se e di që kjo pjesë është e rëndësishme për ju, që të keni llogarit, domethënë kam para mjaftueshëm me gjithçka tjetër, po mos e kufizo veten. Ec përpara. Bëje këtë si ndryshim, sepse java e fundit është konfirmimi, java e fundit është rrota e fatit. Pra fati po të ndihmon, fati po të shikon edhe po të shpërblen. Dhe duhet të ecësh përpara, duhet lëvizësh, është një nevojë për një ndryshim, për të ecur pak me një ritëm, për ta shpejtuar pak ritmin dema. Do të jetë e rëndësishme kjo gjë, edhe për ata nga ju që kanë gjetur dashurinë, se shikoj në këtë javën e parë një njohje që është kaq interesante, thash të gjesh dashurinë mbas një periudhe me shumë vuajtje, me shumë sakrifica, mbas një divorci, mbas një marrëdhënie të gjatë, që edhe keni frikë, shumë dema kanë frikë të hidhen në një marrëdhënie tjetër, se thoni u zhgënjeva një herë, mos zhgënjehem prap. Më ndodhi ajo, tani mund të keni edhe pak një lloj paranoje, një lloj frike, nuk i besoni askujt. Po është kjo gjë po vjen për të mirën tënde, sepse ky person është në nivelin tënd. Ky person i mendon gjërat si ty, i ndjen gjërat si ty, dhe fati e ka sjell në rrugën tënde. Prandaj mos e humb mundësinë për ta vazhduar këtë njohje. Ndonjëherë gjërat ecin shpejt dhe të duket sikur po ecin në ritme jo të mira, jo të shëndetshme, mund të kesh edhe frikë, por është një ndryshim kur gjërat ecin shumë shpejt mes çifteve që janë shumë të rinë në moshë, dhe kur ecin shumë shpejt mes çifteve që janë në një moshë të caktuar, që e dinë se çfarë duan, e dinë se çfarë kërkesash kanë, e dinë se çfarë duan nga partneri apo nga partnerja që duan të kenë në krah. Nëse përshtateni me njëri tjetrin në atë kuptim që jeni të dy të pjekur, të dy keni të njëjtat ide për jetën, të dy keni të njëjtën tërheqje, të njëjtën kimi, nuk ka pse të friksoni, nuk ka pse të bëni lojra edhe të zvarisni gjërat kot kur ti e di se çfarë do dhe palja tjetër e di se çfarë do. E them këtë sepse dhe nga orakulli i dashurisë dhe i romancës, mesazhi për ju më thot new love, embrace an opportunity for love in your work prospect or for spiritual growth. Pra, ose mund të jetë një dashuri e re për disa prej jush, sidomos ato që kanë kaluar një ndarje dhe një raport të vështirë, ose një mundësi e re për sa i përket punës, një mundësi për të ardhura më të mira, por është edhe diçka që është shumë interesante. Është diçka që do t'ju nxjerr nga zona e komfortit dhe do ta bëj përditshmërinë do t'ju jap pak më shumë adrenalinë, dhe është një gjë që do t'ju gëzoj dhe do t'ju kaloj në një shkallë tjetër, në një shkallë më lartë, duke fituar eksperiencë pune, duke pasur një titull më të mirë dhe të ardhura më të mira. Dhe për disa persona mund të jetë edhe një zhvillim në aspektin spiritual, një zhvillim në lidhje me mendsinë, me mënyrën se si ti e shikon jetën, se si e shikon botën, se si e shikon shumë gjëra, për të kuptuar që në rrugtimin e jetës tënde ka kapituj të ndryshëm. Ti e
personazhi kryesor, po ka kapituj të ndryshëm dhe disa kapituj mund të jenë si kur lexon një libër që janë pak ndoshta më të fortë, më intensiv, me më shumë dramë, më shumë emocione, ndonjëherë edhe jo të mira, dhe ka kapituj të tjerë që janë më të paqët, janë më të bukur dhe pse jo, ajo historia e prallës dhe ata jetuan të lumtur për gjithmonë, nuk është vetëm histori, po mund të jetë libri i jetës tënde. Kjo do të jetë ajo që do të mësoj që do të mësoj muaj korrik, që të besosh në happy ending, në fundin e lumtur, që edhe ti mund ta kesh atë fundin e lumtur të prallave, që ata jetuan të lumtur për gjithmonë. Okej, Dema, unë uroj gjithë të mirat, uroj që ta kaloni sa më bukur e ta shijoni sa më shumë këtë muaj. Ju falenderoj shumë që më ndoqët. Nëse ju pëlqeu ky lexim, ju lutem më jepni një like, një koment, mos harroni të abonoheni, të bëni subscribe. Nëse jeni të interesuar për lexime personale, private me mua, mund të rezervoni direkt nga website-i im në www.goldentruthtarot.com. Linkun e gjeni këtu poshtë tek video dhe gjithashtu tek përshkrimi. Ju falenderoj dhe bashkë të dëgjohemi në videot e ardhshme. Gjithë të mirat, mirupafshim.